Jam e pamartune, shumë vështirë është, po kam heq dorë nga jeta e martesës. Nuk i besoj askuj përveç Zotit. Ka ndodhur shumë herët është, para 10 vjetë. Vetë tregoj, ka tha unë jam në një tjetër karm, po ndomi. Normal, unë vetëm kam kalu se s'kam qenë e martune me to. Do shta është punat e lakmia, paraja, bukuria, jo sinceriteti. Unë për veti nuk jam e pajtimit, asë që menoj bile për atë punë me u martua diçka. Pas pak kom e shku në punë. A në punë, qa punoni? Mirë bajtës në shkollës. Sa është e vështirë kjo punë që e boni? Shtirë është, po qa me budohet me vunu, paqare. Që sa vite e vonë këtë punë? Frikja kom njës që një muj. Po. Kryesisht to e banë për më familjes, bashkërit apo? Familjes edhe, normal, edhe vetit. Po e punoj me dëshirë. Bashkërit i punojnë? Jo. Me të punu apo? Jam e pamartune. Okej. E dhe thënë, jeni vaj single. Single. është sot mash lirë me qenë e pavarur. Po, valla, shumë është, ma lirë është e me kone e pavarën se më varë prej dikujna një erë me të adhonë nëse 20 euro, se qatë, po menoj për pare, shumë shtirë është. A dërgonë, në ditët sotit, sa është shtirë për me gjetë një person zemrës ta mën duhur. Shumë shtirë është, po i kam heq dorë. Pse heq dorë? Nuk i besoj askuj përveç Zotit. Kam heq dorë gjithçka. Nga jeta e martesës. Ka të shkënë kjo, a ka shkënë një person që ki pasur, që të në shtaska? Po, dështimi. Dështimi. Po, Cili ka qenë dështimi më i madh? dështimi tradhtia. Po, Jeni tratuar nga ish partneri juaj? para 10 vjetë. Që shëndodhi që e Vetë tregoj. tregoj? Po, Ka tha në atë momente? ka tha unë jam në një tjetër karm, kështu që po ndomi. Pas 10 vite për martesë. Po, Tha që në randë që i përjetove këtë tragedi. qa me bo, po duhet mu përballu. Jo më pas saj ndatë? Po, më dajto. Normal, unë vetëm kam kalu se s'kam qenë e martune me to. A ke qenë lidhje kështu? Po, në lidhje, vetëm lidhje. Juar? Jo, Patëm në lidhje. vetëm në lidhje. Sa vjetë ke qenë lidhje me këtë person? Po, i s'ka qenë edhe shumë, 2 vjetë, po shtirë. A ka po kjo që lidhet, dhe më thënë tjera për mi kuptu, dhe më thënë ma ndryshe. Ma ndryshe edhe mos me pas kontakt me më kësi njerëz. Edhe me e lirë jam. Shumë a lirë, ma e mirë, ma tënat. Kjo tha që më ka po pak me do dërheqje për kësaj pune ose me dash dikon. Ndërheqje, gjithë shka me dhe ndërheqje. Shumë ma mirë. Se trajtojnë sot. Se s'ki besim të aji person, mo. A pëshet që ka po ndodhë, vrasje, veç vrasje, vrasje, dhonimi, kështu ma mirë vetë. Trajtojnë ma shumë gjinja femrora për ma shkolla. Valajnë edhe femnat edhe meshkuj, 2 partë. Se do shta është punat e lakmia. E kështu lakmia të prish. Kështu ma mirë vetë. Në çfarë aspekti po thuhet të lakmia? Lakmia, paraja, bukuria, jo sinceriteti, besnikëria u hu krej. Se ke besim kri nuk ka shmo që shka qenë. Jo, nuk ka qenë. S'është më që shokar, ma e mirë, po mdoket aja kalumja qifta që shën kanë si që tashtë. Se tashtë veç po dojnë, vetë pi gjenë, vetë po dojnë, zoti, katastrofë po që me bo. Shoqëri tonë nëse një femër nuk është martuar, ose se ka gjetë fatën e jetës, çdo herë bollizohet. A ke pasur kësi bollizime në jetë? Jo. As pa. A pse flitet për to vajza që s'kan gjetur fatën e jetës? Pse? Se flitet se edhe ato si jone janë, se s'kam besim, janë të rathune, janë të rahën e këdoshta, gjithçka. Ju gjatë kohës kër ishte bashkë me personin e zemrës, keni pasur, dhe më thënë, maltretime fizike? Jo. Shtu normal kemi kalu, po. A më do që kjo, dhe më thënë, përfundimi i divorcit është për disa gra zgjidhje. Po, s'kam përgjigje për këto. A duhet toleruar? Duhet, po. Nëse vjen në mas të madhe, dhe më thënë, dhuna fizike, a duhet aduroj? Jo, të farë. Kurse se s'do të me pranu e me toleruat person që këtë shtrajtim, dhënem, psikisht, fizikisht, ato janë
Kështu ma mirë rivet, vëlla. Je lirë. Se kështu. Me kalu me gjithkan, mu martu me gjithkan është shumë keq. Po në fund, gjithë atyre vajzave që tashmë nuk kanë mundur të pasën fat ndashni, çaj kështë thonë një mesazh, një këshillë. Valla, unë po flas për veti, nuk e di çka do të them, zona për qës jetën të në veti, kështu që si cili e din çka e ka mendimin e vetë. Unë për veti nuk jam e pajtimit, as që menoj bile për atë punë me u martua diçkas. Hiq s'm tërhiq mu lidh me as një person. Ka morë parasysh a idealja jeton Kosovë apo jashtë Kosovës. Nuk pranoj. Keni pasur oferta kështu për njerëzve? Kom pas, po jo. Vazhdoni me pas. Vazhdoj me pas, pa prap jo. Përgjigja jo. Po si dihet, tani herë fati është papritur. Na është ndoshta, po problem, shumë problem është. Çka është ndodhur është shumë problem. Se gjithçka është vetëm te lakmia. Jo te besniku me qenë djali besnik ose vajza. Vetëm lakmia. Kjo është shumë